Në qoftë se do zgjidhni një monument në kryeqytet dhe pastaj një monument gjithë Republikën e Shqipërisë që tregon shpirtin e Shqipërisë, por edhe të Tiranës. Sa kam të rëndësishme këtë. Me çfarë përfaqësohet Tirana? Mund të them edhe kjo mozaiku është shumë i bukur tani, po mund të them edhe shtëpia e Salishiakut, që ka elemente shumë të bukura. Mund të them dhe pazari i Tiranës, që është bërë një element shumë tërheqës. Motivet. Por gjithë pjesa e pazarit të Tiranës, e rrugëve, domethënë të rrugës për shumë të Shkolla Kuqe, gjithë ato shtëpisat e vogla, janë shumë të bukura karakteristike të Tiranës. Janë ca shtëpi të tjera që janë përsëri në rrugën drejt medreses, domethënë në dy anët që i kanë shpëtuar kohë. U bën shumë në Tiranë dhe bukur është sepse është një tur i gjatë në Shqipëri, me cilin monument kulturor përfaqësohet Shqipëria. Është e vështirë dhe për zgjedhjen, edhe për atë çfarë unë dua. Për shembull thash Bylisin, por mund të them Kalan e Gjirokasës, mund të them Butrintin, mund të them Rozafatin, mund të them kishat dhe monumentet, rreth 15 kisha të Zadrimës, me kishën e Shënofemis apo kishën e Troshanit. Pra janë pafund. Onufrin, haruam Onufrin në Berat, në Pravishtën që ka elemente shumë të bukura që duket si Toskana e sotme. Janë pafund. Për mos thënë pjesën e Korçës se duhet të na mërziten korçarët dhe kolonjarët. Domethënë kemi kaq shumë sa realisht ne kemi shumë si hapësirë të themi si territor, kemi shumë elemente dhe shumë site që janë të rëndësishme.